jem përfaqësues i klubit Osasunës. Këtu në Kosovë, për Osasuna nuk është qatë që famshme, sa me thonë, po në Spanjë ose në Evropë ka këgja emër. Edhe si përfaqësues i klubit, mirë na gjithmonë çka do që ka të bëj rreth klubit Osasunës edhe Kosovës, së Shqipërisë, jam unë, që pika referente që duhet me u marrë për bazë. Tash për momentin, për shembull, Osasuna ka një program për zhvillimin e portofoljës të lojtarëve të ri, sidomos për lojtarët që janë U17. Është një diçka që ju vyn shumë lojtarëve, nuk është që kom para se me shku atje, nuk është që kom vlerësu shumë, kom thonë, okay, është një lojtar shumë i mirë, për luka për Prishtinën, Dykorikun, ose flamurtarën së këndë tjetër, mos ti jes bërgjna e ekipit, po portofoljën e kam pas të varfër. Do thot, e ke pas një ekip, në ligë të parë, dytë, s'ke pas shumë numra, edhe të vynë, për shembull, nëse ti do me u prezantu dikun me një klub evropian, që synimi i shumicës prej lojtarëve tonë është çatje, edhe me ranë sy çatje, është shumë e vështirë prej Kosovës. Edhe qysh me shku diri që atje, jo mundu që me kriju një urlidhse me disë Osasunës, klubit që e ka një prej 5 akademive më të mira në Spanjë. 5 akademive më të mira? Një prej 5 akademive. E kom lexu, e kom pas që është më e mira, okej, kom thonë rregull se secili e lifton vetën, po kur kom shku edhe i kom pa stërvitjet, nuk është që unë e njoh. Unë e kom lujt futboll vetë, po që di me vlerësu një stërvitje. Po kur e kom pa profesionalizmin që po ndodh mrena, kom thonë, okej, ka dalë se e pas kanë seriozisht.